Çdo vit, festat e nëntorit ndjehen më shumë në familjen tonë, pasi xhaxhai i mamit tim, Malo Limo Mullahaj, është dëshmor i luftës antifashiste. Mami na tregon nga kujtimet që mban nga babai i saj, që ai lindi në fshatin Bolen të Vlorës. Ishte një djalë 23 vjeçar, në kohën kur mori armën në dorë dhe u bashkua çetave të luftës që luftonin me pushtuesin gjerman. Një djalë guximtar, trim, e i mbushur me dashuri për njerëzit e tij e për vendin që vuante nga robëria. Në libra, një poet, shoku i tij gjatë luftës, ka thurur disa vargje për të. Malo Limo partizani, trim me flet, nga të parët në Bolen shkoi në qet, si Shqipëria nën e dashur kish siklet, e kish zaptuar fashizmi pa bes. Ai luftoi me heroizëm, derisa në gusht të vitit 1944 ra dëshmor në skrapar të Beratit. Ra në lule të rinis dhe nuk arriti të gëzonte Shqipërinë e lirë që ai dhe shokët e tij ndërronin. Ku ndodhet varri i tij? E pyesë përhumbur ti me më. Trupi i tij pret në varrezat e dëshmorëve të Atë-Dheut, në qytetin e Vlorës, thot ajo. Ai ka qenë dhe do të jetë krenaria jon brez pas brezi për djalin guximtar, trim dhe atdhetar që ishte. Dhe ne dëshirojmë të ngjajmë sadopak partizanit ton, të jemi atdhetare dhe ta duam Shqipërinë dhe të kontribuojmë për ta bërë ëndrrën e tij e të gjithë dëshmorëve realitet.